dje i kom po 20 vjetë që kom rënë bërë. Po. Edhe për 20 vjetë. Kur një mos letësusin drejtim temi nuk është marrë. Akuzat kur nuk më kanë ndalë që 20 vite. Kjo vepër s'ka ndodhë kur i ndërruar gjyqtar, edhe po si do që të vendosni ju, unë e pranoj se nuk kam më motiv i ndërruar gjyqtar më shty për këtë vepër, se është shkuar kohë shumë e gjatë. Acuzuarit Bedri Krasniqi për shkak veprës penale Kanosja nga neni 181, paragrafi 2 Kodit Penal të Republikës Kosovës për vendos lidhur me ankesën e prokurorisë themelore në Prishtinë, të shtruar kundër aktgjykimit gjykatës themelore në Prishtinë me numër planës PNR 4593/2019, datës 7 nëntor 24. Gjykata themelore në Prishtinë ka nxjerrë aktgjykim kundër të akuzuarit Bedri Krasniqi, të cilin konform neni 363 paragrafin 1 në paragrafin 1.3 Kodit procedurës penale të Republikës Kosovës e ka liru nga akuza, nga se nuk është provuar se i njëjti e ka kry veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 2 Kodit Penal të Republikës Kosovës, nga se nuk është provuar se i njëjti e ka kry këtë vepër. Pala dëmtuar Shkumbi Mehmeti, i cili gjendet në burgun e sigurisë lartë nga Dovc, Podujevës, lidhur me kërkesën pasurore juridike, është udhëzuar në kontest civil, është vendosur se shpenzimet e procedurës penale vinë bart mjeteve buxhetore të gjykatës. Kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar një ankesë Prokuroria Themelore në Prishtinë, për shkeljen esenciale të dispozita procedurës penale edhe vërtetimit gabuar dhe jo të gjendjes faktike, dhe ka propozuar që gjykata e apelit ta anulon këtë aktgjykim dhe çështjen ta kthejë në rigjykim dhe vendosje. Prokuroria e apelit u deklaru lidhur me këtë ankesë edhe ka propozuar që ta aprovohet ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje. Betri, çka kemi thonë ti, aktgjykimi i lirus po për ankesën e prokurorisë, a propozon të refuzohet, a të aprovohet atë çka? Ndërruar gjyqtar, unë dje i kom po 20 vjetë që kom rënë bërë. Po. Edhe për 20 vjetë. Kur një mos letësusin drejtim temi nuk është marrë. Lidhe as me risocializim, as me kërgjë. Akuzat kur nuk më kanë ndalë që 20 vite. Kur hesh, kur pa këtë akuzës s'kam qenë. Unë besoj që kjo asë në botë nuk ka ndodhë kur. Kjo është aktgjykim lirus, Bedri. Po. A propozon të refuzohet atë çka se gjykata ka gjetë që nuk e ki kry këtë vepër. Po, jam këtë shqetësim e kanë lidhe me prokurorinë. Se dënë me këthy rastin në rigjykim me mi prish punë, mos mi fitu beneficionet që më takoj. Po aty na vendosni prokuroria, jo atave që ka bua ankesën. Jo, po unë thash vetëm si shqetësim prokuroria nuk po hek dorë prej akuzave po. Unë Çka propozon, Bedri? unë propozoj, qysh kam propozu në rastin në shkallë parë, kjo vepër s'ka ndodhë kur i ndërruar gjyqtar, edhe po si do që të vendosni ju, unë e pranoj se nuk kam më motiv i ndërruar gjyqtar më shty për këtë vepër, se është shkuar kohë shumë e gjatë. Ja, ke sot përmbyllën. Vërtet. Konstatoj që seanca sipas asaj çështje përfundoi, vendimi vjen nëpërmes gjykatës shkollës parë kush më gjithë. Shumë faleminderit ju për shëndet. Ditën e mirë.